Kisha zëtur në Rallari një javë më parë, i cili foli për një krizë imobiliare, krizë turizmi, krizë buxhetore, natyrisht me krizën e re ndërkombëtare që po shfaqet në horizont. Parashikimet e tij ishin goxha pesimiste në lidhje me trajektoren e ekonomisë shqiptare dhe ju keni shkruar në shkrimin tuaj që duke qenë një shoqëri shumë pak e diversifikuar, duke qenë e varur nga importi, duke qenë orientuar drejt shërbimeve dhe jo drejt prodhimit, domethënë situata nuk duket as pak roz, apo jo? Jo, nuk është për të vërtetës, nëse shohim me dhe unë mendoj që shpesh u them dhe studentëve në fakultet që nuk të duhet të jesh ekonomist për të kuptuar disa fenomene shumë bazike, sepse ekonomia prek xhepin e kujdo. Mjafton të vësh trurin punë, të shohësh fenomenet dhe është një element. Ne e përmendim që parë industria, ne nuk është të trashëgojmë industri dhe ky është problemi kryesor që ne patëm. Industria më e madhe jona janë sapunishte ose ca fabrika që janë investuar me kredite bankave, po që prap ngelen industri e lehtë. Ne nuk kemi shkuar ke industria e rëndë edhe pse kemi 35 vite ekonomi tregu dhe kjo është një duhet shkonin te industria e rëndë apo s'kemi takat? Po varet, sepse ne kemi të zëheror. Nëse politikat koncesionare do ishin aplikuar në mënyrë të tillë që të linin vlerë shtuar, pra ja dhe kinezit ose turkut atë minjerën e zëherorit, detyroi që të bëj fabrikën e pasurimit. Nuk e di e keni dëgjuar apo jo që. Kjo është një debat që nuk e di sepse nuk është se ka shumë informacion, është më e fundit, po unë mendoj që pasuritë e shqiptarëve po vidhen për një çap buk, për shumë pak lek dhe nuk lihet vlerë shtuar dhe unë këtu kam ngul. Në ekonominë e vendit nuk lihet vlerë shtuar. I kthem pyetjes suaj. Kemi zhvilluar disa sektorë që janë kryesisht drejt të shërbimeve të orientuara dhe nuk është keq. Pra, turizmi në një farë mënyrë, e thënë thjesht edhe për publikun, është eksport i shërbimeve. Pra, ne ofrojmë hospitality. Ofrojmë njerëz që pra qytetin e bukur, detin e bukur e me radhë dhe ofrojmë shërbime. Hotelin, plazhin e me radhë. Kjo janë radhë parë nuk është long standing. Pra, nuk është se ne jemi vend si Greqia apo si Tajlanda, që janë gjithmonë ngelen to. Pra ne jemi një qoshe e Ballkanit e cila ndoshta ka qenë pa eksploruar, do eksplorohet disa vite, por nuk do jetë afatgjatë në për të mbajtur ekonominë e vendit për 40-50 vite ardhshme. Ne mund ta kishim shfrytzuar këtë momentum për të zhvilluar industrinë. Pra, në qoftë se të gjitha ato hotelet e Bregdetit do e merrnin domanet e fshatari i zonës së rrotës. Bujësinë absolutisht. Bujësinë industri po, sepse duke u zhvilluar bujësia do zhvillohej edhe agropërpunimi. Sepse ti nuk mjafton vetëm të prodhosh mo, për shembull, ta bëjmë pak më thjeshtë për publikun. Pse qytetarëve të Korçës për shembull u kalben mollët? Sepse nuk ka industri. Ti shet sa shet moll tavoline, pjesën tjetër e kthen në Reçel, e kthen në industri. Dhe e shetë, dhe Reçeli ka atë shelf life, pra jetën në rafte, në përmarkete, mund ta ketë 10 vjet. S'ka asnjë probleme e pjesë, Reçeli nuk prishet. Kështu që, po ta kishim ne këtë mundësi, ne do rritim gjë që po e bën Maqedonia. Po nuk do të pra se janë politikat e gabuara, thash ne japim prioritet gjërave që ndoshta ku diun, nuk është menduar të zhvillohet sipërmarrë, ne kemi jetuar, un kam përdorur një term tashmë, më pëlqen termi ne jemi ekonomi spont. Ne vin lekët në Shqipëri nga remitancat, se nuk dua të hyj burimeve, vin nga të gjitha format. Ligjore, jo ligjore, gjitha, ligjore, jo ligjore, të evaduara, se nuk është shkele, po shmangët tatimore etj. Ama ka para. Pra mjafton të kujtojmë qytetarëve që sot në sistemin financiar, pra nëpër banka po them, janë 15 miliard euro. Ja 5% zotë gjatë që kishin zero në llogarit bankare. Depozita. Mi pra, është tjetër gjë polarizimi. Unë po diskutoj që ka kapacitete, ka para, pra janë diku 15 janë nëpër banka, ndërkohë që po të shtosh gjithë setet financiare që janë, po tha vetëm çfarë është brenda sistemit financiar, atë që ne kalkulojmë dhe kemi statistika. Unë nuk di çka ka jashtë sistemi financiar, po vetëm brenda sistemit financiar mbin si 20 miliardë euro. Pra, para në sistem ka. Në qoftë se këto orientohen më mirë, pra do kishte konkurrencë mes bankave, fjalë. Unë ndër arsye që mendoj që pse bankat nuk orientohen drejt sektorëve që mund të për shembull, ne kemi fermer. Por fermeri nuk ka dot akses në financë, nuk shkon dot në bankë marrë kredit, blej një traktor. Nuk shkon dot në bankë të marrë kredit të ndërtojë një punishte për të bërë Reçel. Dhe ngelet te karrota. Shet ato 3 javë punon tër vitin për shit 3 javë karrota, ose fermeri Korçës punon tër vitin për shit në një muaj mollën tavolinës. Kjo vjen si rezultati mungesës së edukimit financiar të fermerit. Vjen si rezultati se ka 1.8 hektar për frym, ndërkohë Bashkimi Evropian ka 28 hektar për frym. Të gjitha bashkë, ne ndoshta, shikoj, politika gabore shtetërore. Unë personalisht hyj ekonomistë që besoj tek fuqia e tregut. Ne nuk e kemi mbrojtur biznesin shqiptar, a do kishim mbrojtur, ky është debat tjetër, nuk e kemi mbrojtur, por nuk e kemi mbrojtur jo për ta nxitur për qenë në tregun e lirë. Po pra, thjesht se kemi mbrojtur se politikës nuk ja kanë ndier. Ndërkohë që të gjitha vendet e rajonit ja kanë bërë.
Maqedonia e ka bërë, Serbia ka bërë, Serbia s'ka heqjas edhe mbas 90-s. Nuk ka heqjas industrinë e lehtë të rënd. Serbia sot është ndër eksportuesit më të mëdha në rajon të këtyre çokoladave, ëmbëlsirave.